Klubi I futbollit Cutari ka mbyllur një sezon shumë të suksesshëm, ku 3 prej ekipeve të tij, ato të kategorisë U13, U15 dhe U17 u shpallën kampion të ligës amatore, aktivite që organizohet nga zyra rajonale e futbollit Shkodë. Për drejtuesin e këtij klubi, Erion Hasaj, aktiviteti I cilit është I përqendruar kryesisht në zonën periferike Dobraç Golem Shtoj. E më gjerë, baza kryesore e arritjes së sukseseve të ekipeve zinxhir që ato drejtojnë është infrastruktura komode, ku fëmijët kanë rastin të stërviten në terrene cilësore me bar natyral. Pikërisht aty ku preferon të stërvitet edhe vllaznia e meshkujve dhe femrave, si dhe kombëtarja e femrave së bashku me ato të moshave. Kryesorja për të pasur element cilësor është fusha. Po patë një terren të mirë për të bërë servitje, normalisht edhe elementet do dalin. Do dalin dhe për këtë po punojmë. Po punojmë që të zerrim sa më tepër lojtarë cilësor. Shkodra ka plot ekipe të mira, ka plot akademi si punojnë dhe kampionati bëhet një garë shumë e fortë, por në fund ja dolëm të kurrizohemi me kampion. Për sukseset e arritura, Erion Hasaj vlerëson patjetër edhe kontributin e kolegëve të stafit teknik. Gjej rastin të falenderoj kena trajnerin e portierëve profesor Isa Sukaj. Kemi Met Hasaj, që punon më tepër me U13, Gilbert Marko, që punon me moshat e vogla më shumë, por edhe me të mëdhet, dhe Mikel Peshtajaku. Në vijim, Hasaj flet edhe për objektivat e klubit që ai drejton për vazhdimsinë. Pas përpunimit të kampionateve marrim pjesë në play-off, si me 13-ën, 15-ën dhe 17-ën. Me U15-ën kemi filluar dje, ku kemi luajtur nesër e parë me ekipin Shqiponia Agimit të Durrësit dhe kemi fituar. Sot kemi U17-ën, play-off nesër e parë kundër ekipit të Kamzës dhe 13 besoj javën tjetër, ku shpresojmë dhe kemi pritshmëri për të zënë në kategorinë e parë.